sot është pika më e ullët që ndonjëherë kemi pa transmetuesin publik, për shkak se 700 punëtorë, rrjedhimisht dhe familjet e tyre, janë detyruar me dalë edhe me kërkuar që ju takon me ligj pagën. Ky është rezultat i presionit politik që vihet drejt për së drejti nga kryeministri Kurti, lëvizja vetëvendosje. Presion ky i filluar para gati gjysmë dekade, fillimisht me politizimin e bordit të RTK-s, ku me sukses shumica anëtarëve janë politizuar dhe rrjedhimisht vendimet i kanë marrë të politizuara, pastaj me kapjen e menaxhmentit të RTK-s, dhe tani duke e përdor edhe presionin financiar, ashtu që ata redaktor, gazetar, punëtor të RTK-s, të cilët nuk kanë pranuar përkundër presionit të jashtëzakonshëm që t'i nënshtrohen presionit politik, jo duke e përdor këtë formë, pra presionin financiar që t'i gjunjëzojnë edhe ata. Unë shpresoj që na nuk kemi me pa atë që ka ndodhur në Greqi, ku transmetuesi publik është mbyllur për muaj të tërë, si rezultat i presionit politik, mirë po me atë që po shoh, kam frikë që një gjë e tillë do të ndodhë, pra që do të kolapsoj RTK-ja, për shkak se nuk është e mundur që punëtorët me dalë dhe me punu pa paga dhe nuk është e mundur teknikisht me u kry shërbimet që duhet të kryhen. Kryeministri Kurti është duke përdor radio televizionin e Kosovës për shantazh politik, në mënyrë që të arrijë qëllimet e tija politike,